Është një ndyshe bashkëpunuese, i kam parë disa herë në shfaqje, kombinojnë mjaft mirë. Ideja është njëra ta thot batutën, po tjetra ta pres batutën dhe të krijohet një kimi e bukur. Ky është Chelsea. Ato janë shoqë, se në radh parë duhet të jesh shoqë me bashkëpunuesin ose bashkëpunuesen. Edhe pastaj ke rezultatin. Ketrin Pjalmi dhe Saviana Vjerda krijon një ndyshe të mrekullueshme. Ishin shumë të hijshme, kemi shfrytzuar rastin kur ato prezantuan një spektakël të së fundmi në Vjetor në Shkodër. Ky emision me vajzat bukura më duket. Gjatë se puntate. Jemi dhe vetë. Ne jemi për çdo puntat. Që sa të bukur kemi bërë mirë sot. Faleminderit shumë kolege. Por le të ndjekim kartolinën Ketlin dhe Saviana, një urim shumë i bukur. Mirë, për të gjithë teleshikuesit e emisionit Tatoke, janë miket tona që jemi pasur disa herë në transmetime, por kësaj radhe vinë në një klimë, një atmosferë krejtësisht tjetër, kanë krijuar një ndyshe të fortë kështu të pandashme, në spektakle janë gjithmonë bashkë. Është miqësia që ju vendos të dyja bashkë, është kimia që ju vendos të dyja bashkë në emision apo? Është miqësia, është kimia, po është edhe puna që na bëjmë shumë pastërtimin njëna tjetrën. Okej. Domethënë H2O plus kimia për të bërë atë kimi që thon Saviana. Unë jam masë dakord dhe të them drejtën, nuk është shumë e zakonshme në ditët e sotme që dy vajza të reja që punojnë të njëjtin profesion të kenë kimi dhe marrëdhënie të mirë për te kimisë edhe asaj që japin s'kenë, kështu që mendoj që unë e Saviana jena një shembull shumë i mirë. Okej, Hudra si shme Shkodranë kështu hajmalie për raste që ke parasysh Mirë, tani do bëjmë pak serioz. Si ka qenë 2025-a? I vëm vizën në fund, kemi bërë 1, 2, 3, 4, 5 gjëra, të cilat ja vlen të tregojnë për të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur. Shumë voluminoz, ka kanë edhe me uljet edhe ngritjet e saj, por më shumë kanë pas ngritje. Për momentin jam e angazhuar shumë me aktivitete. Jam tek të shoja si mjet, edhe nuk po di se si jam, jam shumë Si të rëdëshe shumë e madhe, po e fokusuar ku? Jam e fokusuar tek festivali i rëdëshes. Të festivali, menduam se një angazhim tjetër për sa i përket jo. emisioneve, se tani jam morë dorë moderimeve dhe mendova ndonjë pozicion në televizion. Jo, aty është, domethënë, ajo është fusha ku unë jam më shumë, fusha e këndimit. Edhe normalisht është përgjithësi, sepse kam edhe një këngë shumë bukur, shumë vështirë, kompozuar për artistave shumë të mëdhenj, edhe kam 2 fish më shumë përgjithësi për me dalë mirë. Në nëse si shkojmë punë, dhe të okej, nuk e vërës më Hera parë që merr pjesë në një festival? Hera parë, po. Nuk ka se më ka mungu mundësia me marrë pjesë dhe më për para, por gjithmonë kam prit me marrë di material për smarit, me marrë dhe... Bukur. Sa herë që duhet me kanë. Okej, tash ti Ketlin je martuar, i bërë dhe nënë me fëmijë, dhe sa herë që pyesim njerëzit cilat janë arritjet më të mëdhaja, karriera, suksesi, festivalet, po pse s'vendosim dashurinë të parë? Kur vjen puna, kush është më e rëndësishme në jetë? Dashuria. Tani te ky plani si kemi punë, Savian? Kam kry punë edhe. Se jeni me shumë, po nërkohë që bëni shumë kohën. Ka bërdas? Jo, aty. Faza e fejesës? Kam kry fazën e fejesës. Se morë vesh mediatikisht fejesa jote? Po, të që kena me ba. Kur me gjithmonë me Ketlin? Pa, hajtë, është nejnë zjurë, ti, kozejtë. Dasën që me kemi? Në 2026-ën, apo si që ka në Shkodër 3 vjetë fejuar? Ja, mërma, gjatë. Ta shohim atë, nuk i djetë. Dhe të mëra dakord, janë shumë gjana. Dakord, themi nga Ketli roli nënës dhe roli i spektakleve, i angazhimeve që ka bota e artit. E ke gjetur atë ekuilibrin ndërmjet midis kësaj dhe kësaj? Po edhe ma shpejt se ka mendu, faktikisht. E para se Osana ka një fëmijë shumë i marë, edhe ma ka leju që të kthehem në skenë, të kthehem të biznesi jem, të jem e qetë për me vazhdu ditën. E dyta kam pas ndim, edhe këtë nuk e mohoj, sepse nuk diskutoj që të pasurit një fëmijë është të vogël edhe të kesh një dita shkarkume, nuk është e thjeshtë nëse s'ke ndim, dhe unë e kam pas. Kështu që ja ku jena. Ka pas një moment kontro vetëm statusin, se kështu nuk duket hiç. Po fare, në paraqitje atë do thoja, sa e pash si skuqa. Shumë e vërtet, dhe nuk është furça për ekranin. Ketlin, ka pasur një moment që ke thënë kush merret me botën e spektaklit dhe me angazhimet është nënë e keqja. Jo, asnjëherë. Përkundër, mendoj që janë deri diku heroina, unë nuk punoj. Pra puna jeme nuk është arti, të jeme sinqert, kjo është një diçka që unë e bëj për pasion, për hobi, edhe kam mundësi ndoshta të them ma thjesht jo apo nuk mundem, se dikush që ka profesion,
por ato që sidomos e kanë profesion, mendoj që janë heroina, sepse ti je në art edhe të rrisish fëmijë, ti je edhe familjare, është shumë e vështirë, për të mos si dekuraju ata që duan të hinë kësaj rruga, është ekstrem e vështirë. Edhe mendoj që realisht jeni heroina, edhe e para sepse ti je në ekran gjatë gjithë kohës, po të referohem ty nga që të një, duhet lesh çdo lloj hallit, shqetësimit, fëmijë me temperaturë. Jo, nuk je keqe, përkundër, ja që mirë se arrin ta menaxhosh edhe kur del përpara publikut, je sikur nuk ka noll asnjë. Një falënderim për nënat tona që kujdesen kaq shumë edhe që ja kemi borxh, edhe mami tim i them do të bëj një lapidar. E vërtet. Do i bësh ti një lapidar? Me mujt 2 i bëj, se është edhe pak e bashkë, me i meriton 2. Midis artistëve që kanë emigruar, që po na ndjekin tani, që janë kryesisht Shtetet Bashkuara të Amerikës ose në Europë me angazhimet e tyre, dhe atyre që qëndruat këtu, bëhet mirë që qëndruat këtu ju? Në këtë ndarje midis atyre që ikën dhe atyre që qëndruat. Këtë nuk e di me thënë drejt, se nuk e kam provu. Ndoshta me provu atëherë kisha mujtë me bëj një diferencë. Është plan për ta provuar? Por unë gjithmonë kam pas prioritet familjen. Dhe nuk mundem me ndajt lehë këtyne, sado që mund të vinë mundësina të mira jashtë shtetit apo Po, je gocë vetë me ti që ta dim në këtë lidhje emocionale? Kam edhe një vëlla, por jam e vajzë vetëm në shtëpi, po. Një vajzë duhet për familjen që në Shkodër. Apo kështu erdhi dashuria, fati, familja? Ashtu erdhi, faleminderit Zotit erdhi mirë edhe nihena mirë, por asnjëherë nuk është jo e preme në formë kategorike, as nuk është një plan i afërt, nëse nuk kena mundi më aq mirë, është edhe rruga e hapur për me lviz, por për momentin jena mirë. Jemi mirë dhe të kënaqura këtu. Një urim për të gjithë teleshikuesit, jo vetëm në Shkodër, mos u mbani me hatër shkodranet, por edhe ata që na shikojnë përmes rrjeteve sociale kudo që jeta ndodhet. Çfarë urimi do shkoj? Mos më thoni ashtu mbarësi, këto gjitha mbarësi, jetë gjatë, viti lumtur, një gjë të bukur kështu specifike. Herë duhet me thonë që me pas shtnet, gjoja më e rëndësishme, shtnet mërësi, edhe që ti dëshirojnë zemra atyne. Para duan. Inshallah kanë me i pas. Por faktikisht e që unë do them shkon më tepër për ata që nuk kanë pas një vit mirë, se ata që e kanë pas vitin e mirë nuk janë mangut me mni mu edhe mu inkuraju prej meje. Uroj që ky vit këtë marrë çdo të keqet mundshme edhe viti që vjen të jetë viti juaj. Këtë dëshiroj me zemër. Në format tuaja as nuk ju uroj lek, as pun, as burr, as gru, çat ju dojnë zemra, çat keni të nevojshme. Okej. Ju falenderoj, ju shkoftë mbar dhe të shkëlqeni sonte. Faleminderit, shumë faleminderit.